Për paralajmërimin se një kompani shqiptare do ta menaxhojë parkingun në qendrën klinike, Kristian Miskuski thotë se nëse kjo nuk ju pëlqen qytetarëve, nuk do ta nënshkruajnë këtë marrëveshje. Megjithatë, ai numëroi siç tha faktet e përzgjedhjes së kësaj kompanie. Fakt broj 1. Fakti numër 1, vendimi merret në bazë të studimit fizibiliti, sepse ajo kështu ka thënë, ne nuk mund të shkojmë kundër asaj. Fakti i dytë është nënshkruar konkurs, është paraqitur vetëm një kompani, edhe pse kriteret janë vërtet të mëdha dhe së treti, asgjë nuk është nënshkruar dhe asgjë nuk ka përfunduar. Ne dëgjojmë opinionin, opinioni është i pakënaqur. Nëse opinioni thotë nuk duam, nuk do ta nënshkruajmë. Partia opozitare LSDM ka kundërshtuar mundësinë që parkingun e qendrës klinike ta menaxhojë një kompani nga Shqipëria. Partia pretendon se Taravari dhe Miskuski konfirmuan se jo vetëm që fshihnin një interes të madh afarist pas marrëveshjes me kompanin Gjoka, por se nuk kanë asnjë ndjenjë apo interesim për mbrojtjen e pacientëve. Është skandaloza dhe e turpshme që Ministri i Shëndetësisë arsyeton rritjen e çmimeve të parkimit në qendrën klinike me çmime në qendra tregtare. Qytetarët do të paguajnë 50 denar në orë e jo 30 si më parë për vizitë e mjeku. Ky është kulmi i paturpsisë. Ndërkohë, Alianca për Shqiptarët e drejtuar nga Zjadin Sela vlerëson se parkingu i qendrës klinike universitare duhet të menaxhohet nga vetë institucioni. Sipas partisë opozitare shqiptare në një shtet social, shëndetësia publike duhet të jetë shtylla kryesore e shërbimeve shëndetësore dhe një institucion jo fitimprurës. Vendimi i Ministrisë së Shëndetësisë për t'ia dhënë menaxhimin e parkingut të qendrës klinike universitare një kompanie private anonime ngjall dyshime për mundësi abuzimi dhe keqpërdorimi. Në të kaluarën parkingu është menaxhuar nga vetë qendra klinike universitare, një praktikë që ka qenë më logjike dhe më e dobishme si për institucionin, ashtu edhe për punonjësit dhe qytetarët që përdorin shërbimet shëndetësore për vete apo për të afërmit e tyre. Mediat raportuan se operatori privat nga Shqipëria Gjoka Construction ishte vetmja kompani që u përgjigj thirrjes për partneritet publik-privat. Nëse kjo kompani e fiton kontratën, do të duhet të investojë në garazhe shumë katëshe, por çmimi i parkingut nga 30 do të rritet në 50 denar për orë dhe në këmbim kompania do t'i transferojë shtetit 1% nga të hyrat vjetore.